Ne mendojmë që aty në Trumpi ai po mendon ç'a thot Bardhi, Gazbardi, ç'a po thot. Am kupton. Amerika është neutrale. Vetëm kur ti e detyron, rrjeshtohet kundër ti. Është neutrale pse? Sepse nuk ka interes, nuk është në radarin e Amerikës Shqipëria. Sidomos në këto momente që flasim që është në luftë me Kinën, ka problemin e Ukrainës që nuk po zgjidh dot. Në 2005 kur PD-ja erdhi, PD-ja nuk kishte një mbështetje të qartë për amerikanë. Amerikanët ishin neutral, kishin atë fushatën antikorrupsion dhe kaq. Më kupton? Dhe PD-ja erdhi pa mbështetjen e amerikanëve. Shpresa më e madhe e zotit Berisha që ka deklaruar që ka vendosur të një komunikim jo vetëm me Dashin, por edhe me Shtëpinë e Bardhë për atë që po ndodh me procesin zgjedhor, duke pretenduar që do të kërkojë shpalljen e grupeve në Durrës e qytetet e tjera si terroriste që mund ndikojnë në procesin e votimit. Unë dua të pyes pas zgjedhjeve, deri ku mund shkojë një deklaratë nga Dashi apo Shtëpia e Bardhë? Mund kemi për procesin zgjedhor me referuar gjithmonë lobimit që është bërë, se besoj nuk e di, nuk mund spekuloj. Domethënë se ajo varet se si do jenë zgjedhjet. Deklaratat e Departamentit të Shtetit janë të rëndësishme, por do të shkojmë në kontekstin e duhur, jashtë përdorimit politik. Në 1996 Departamenti i Shtetit deklaroi që pati vjedhje, por nuk ra Berisha për Departamentin e Shtetit, ra për krizës piramidave në Tiranë, në Durrës, në Shkodër, nuk e hodhi. Pra, në 96 ndoli Departamenti i Shtetit komplet kundër Berishës dhe nuk e hodhi dot. Do të kemi parasysh që Departamenti i Shtetit dhe SBA nuk arritën ta heqin Berishën si lider të opozitës, edhe kur ishin pikën e vet më dobët. Sot Berisha prapë është kryetari i PD-s. Është qesharaket mendosh që nëse SBA nuk ishin tafta ose s'kishin interes për të hequr Berishën, do jenë tafta për të hequr Ramën si kryeministër nesër, mbasi ka fituar zgjedhjet. Pra nuk këto janë pralla që bëhen që i përdorin të dy palët. Domethënë Rama e përdor për të thënë që si mund të votoni Berishën se është kundër Amerikës, dhe Berisha thotë do ta hedhim Ramën me Amerikën, edhe nëse unë hedh vet, tani me Trumpin do ta rrëzojmë. Dhe janë pralla tani që shumica aty i din, po që përsëriten sepse dikush do të vazhdoj deputet, dikush do vazhdoj ministër në krah tjetër, edhe përsëriten këto pralla. Zoti Kajsiu, dhe diçka të fundit kam, duke qenë se po vendoset për 4 vitet e ardhshme, ju ku e shikoni Shqipërinë e 2030-s? Nëse vazhdojmë në shtegun ku jemi, unë Shqipërinë e 2030-s e shikoj shumë pranë Dubajit. Pra një mini Dubai i Ballkanit. Që do të thotë, jo vetëm rritja kullave, pra kulla do i kemi nga Tirana dhe Durrësi, do shkojnë drejt Pogradecit, nuk e di nëse keni parë projektin që do Pogradec me kullat e mëdha. Dhe ky model i kullës është problematik, sepse është pastrimi i paras, përqendrimi i paras, do vinë shumë të huaj, do vinë shumë shërbime financiare. Po të keni parasysh Dubai është një vend shumë i pasur në kuptimin e qarkullimit të paras, po për një elitë shumë të vogël. Është rreth 10-15%. Shumica turmuese janë punëtorë nga Azia e juglindore, nga Pakistani, nga India, që vinë punojnë aty dhe shfrytëzojnë. Dhe Shqipëria po shkon drejt një modeli Dubai që është parajs edhe për gangsterët, sepse aty pastrojnë parat. Po të shikosh edhe lajmet, nga Dubai japin urdhrat për të larë hesapet në Shqipëri, në Dubai kapen, e adhurojnë Dubai gangsterët. Dhe Partia Socialiste edhe në estetik ka marrë këto format e gangsterët, që nga kryeministri, që nga mbrimjekra, që nga tutat, që nga po të shikosh mënyrën të flasin, pastaj në mënyrë private flasin me llafe të pista, si flasin të forta, të ke parasysh me sharje nga ropë të kujtju. Dhe modeli që po shkojmë është drejt Dubai, pra ne do jemi një Dubai i Ballkanit. Do kemi kulla, do kemi turizëm goxha të fuqishëm, por kjo do jetë për një pakicë gjithnjë më të madhe. Do shkojë metri nga 5.000, 6.000, 9.000 lexova që kishte shku. Do shkojë edhe 10.000 euro. Çfarë do të thotë kjo? Qyteti si Tirana, si Durrësi, si Pogradeci do jenë gjithnjë më të pabanueshëm dhe më të huaj për qytetarët. Sepse për qytetarin e thjeshtë dhe për qytetarin e mesëm, që shumica dormuese, to që janë të pakapshme, këto hapësira janë të pakapshme. Pra nuk futesh dot as te Marina Durrësit, nuk futesh dot as te parku, pra sa ajo që ishte Lulishte do bëhet kull. Ajo që ishte Lulishte në Pogradec do bëhet kull. S'do garojnë dot atë tunelin e Llogaras. Po. Me tunelin e Llogaras. Pra do kemi një zhvillim, siç kemi, po do kemi një zhvillim që gjithnjë më tepër përjashton shumicën dhe pasuron një pakicë. Dhe ky është problemi. Dhe ky duhet ishte debati që do të kishim këtë fushat fatkeqësisht që
nuk e kemi bërë. Zoti Kasiu, faleminderit shumë për bisedën. Kënaqësi.